që do të thot në 12 maj ne kemi punën tonë, numërim i votave, komisione, dhe por ama ata që shkojnë në zyrë ditën e hënë, çdo të hënë për të punuar me negociatat, janë rreth 1000 veta në të gjithë rrjetin e punonjësve të shtetit. Nuk duhet të kenë asnjë lëkundje, asnjë luhati, asnjë shfokusim. Dhe ata që janë në Bruksel do të marrin mesazhin shumë të qartë që populli shqiptar konfirmoi vazhdimin e negociatave. Jo një lëkundje duke futur në mes qoftë edhe një rrjedhje sa do të vogël të kënetës apo të moçaleve të vogla që janë krijuar rreth kënetës, edhe që i thonë vetes jemi parti të reja, jemi të rinia që po vjen me baballarët dhe me tezet në listat e mbyllura.